Po ata njerëz që kanë jetu para se me ardhë si fe islami, si do përgjigjen? Islami është e vetmja fe e pranuar tek Allahu i lartësuar, siç na tregon Zoti i gjithësisë në Kur'an. Dhe çdo profet, gjithë profetët e Zotit të gjithësisë, kanë ftuar në njësimin e Allahut të lartësuar, një të vetëm, pa i bë atij shok në adhurim. Me adhuru pra vetëm një Zot. Gjithë profetët e Allahut të lartësuar. Dhe me këtë thirrje ka ardhur edhe profeti i fundit, vula e profetëve, Muhamedi alayhi salam. Pra i ka ftuar njerëzit me adhuru vetëm Zotin e gjithësisë, një të vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Njerëzit para se të vinte profeti alayhi salam, pra vula e profetëve, Muhamedi alayhi salam, do të merren në llogari për bindjen ndaj Zotit të gjithësisë, pasimin e profetit që ata kanë pas. Çdo popull ka pas profet. Çdo popull pra ka pas lajmtar, profet, që i ka ftuar njerëzit të adhurojnë Allahun e lartësuar. Dhe ata do të merren në llogari, pra se a janë bind me të vërtetë, a e kanë pasuar profetin, ndërsa me ardhjen e profetit alayhi salam, siç kuptohet prej fjalëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri i cili dëgjon për Muhamedit alayhi salam dhe e pason ato hyn në xhennet. Dhe çdo njeri i cili dëgjon për to dhe nuk e pason ato hyn në zjarr, Allahu na rujt.